kalojmë tek tema e fundit ajo e Kosovës. Dhe ty pyesa pak në lidhjen se pse mendoni se gjykata kushtetuese e Kosovës pezulloi dekretin e Vjosa Osmanit për shpërndarjen e kuvendit. Ashtu si në Shqipëri, se shqiptarin edhe ata nuk janë më tepër. Ashtu si në Shqipëri edhe atje bëhet një vendim i mos vendimit. Gjykata kushtetuese merr një vendim pezullimi, nuk di pse e merr vendimin e pezullimit dhe nuk di pse e pranon kërkesën e Albin Kurtit. Për sa i përket zgjedhjeve apo dekretit të nxjerrë nga presidenti i Republikës. Në njëjtën kohë që kushtetuta e Kosovës e ka taksative nëse nuk mlidhet bëhet korrumi në seancën e parë apo nuk ka dy kandidat në seancën e parë, atëherë kalohet direkt në zgjedhje të parakohshme. Kështu që dekreti ishte konform kushtetutës, pastaj u gjetën disa artifice të cilat këta majtistët janë fantastik kështu për nxjerr artifice. Po Albin Kurti marksist-leninist e nisi tash është bërë pak social. Social internacionalist, po aty ngelet prapë. Është çik ka ndryshuar pak nga komunizmi, është bërë pak më nga qendra. Por gjithmonë i majt mbetet. Dhe thash këta të majtet janë fantastik kështu për të nxjerrë këto artificet, kanë nxjerrë një dy artifice të kota dhe harron atë pjesën tjetër, merr për bazë të pjesën kur Albin Kurti nuk u fut nuk u vënë dhe gjykata kushtetuese në atë kohë vendosi që duhet të jenë pranishëm, deputetët e kanë detyrim kushtetues për të qenë pranishëm në sallë, por ishte moment tjetër dhe ishte kohë tjetër se në atë kohë kishin rënë dakord, partitë politike kishin rënë dakord. Pra kishin bërë një konsensus për zgjedhjen e presidentit në atë kohë. Dhe këta u detyruan pastaj të futen, ndërsa në këtë moment nuk kemi një dakordsi nëpërmjet nuk kemi një dakordsi politike ndërmjet partive që kanë rënë dakord qoftë për mënyrën apo edhe për emrat e kandidatëve. Pra është një diçka tjetër dhe në këtë lojë futet edhe gjykata kushtetuese, thash në këtë moment gjykata kushtetuese nuk ishte pse u futse në lojë fare. Por zbatohet në 86, nuk është 81, nuk e marr mend i kushtetutës Kosovës, mos vjen një kot. Por është neni përkatës, i cili thashë e ka në mënyrë taksative nëse kuvendi nuk bën korrumin në seancën e parë ose nuk janë dy kandidat për president, atëherë kalohet në zgjedhje të parakohshme. Në fakt për pjesën e Kurtit dhe Osmanit, a kemi një konflikt midis këtyre dyve? Ta kaloj pak në jargon, amos Osmani kërkon t'ia fusi Kurtit? Jo, Osmani nuk është puna se Osmani do t'ia fusi Kurtit apo Kurtit. Tu ka një çarje ndërmjet Osmanit dhe Kurtit, ka një çarje, siç kishte një bashkim që ishin në një kohë ishin bashk, ashtu siç Osmani i bëri nder Kurtit me datën 28 dhjetor, kur caktoi datën 28 dhjetor për zgjedhjet parlamentare, dhe ai ishte momenti kur Kurti manipuloi mjaft bukur votat, sepse mos harroni që diaspora ka votuar edhe në diasporë, ka votuar edhe në Kosovë. Të erdhën për vitri ata dhe votuan aty. Pavarësisht se ju kishim vajt letrat në shtëpi, kishim votuar në shtëpi. Domethënë, dhe Osmani ditë shumë mirë këtë, dhe i erdhi për shtat Kurtit pikërisht me idenë se do të zgjidhesh apo do të rizgjidhesh përsëri presidente. Prandaj them që këta nuk janë politikanë, këta janë pazargjinj. Dhe ajo tjetra pastaj që duke qenë se Kurti nuk ka shkel në shtëpi të Bardh, pra nuk ka vajt në Amerikë në takime me administratën Trump, dhe të gjithë takimet i ka bërë Vjosa Osmani, këtu është ajo xhelozia shqiptare, pastaj që pse duhet të jetë ky dhe mos të jem unë. Dhe këtu filluan edhe ndarjet, sidomos pas takimit që bëri Vjosa Osmani me presidentin Trump në bordin e paqes, aty ishte pak më i atqetuar Kurti
për vetë faktin pastaj se u duk që Vjosa Osmani sikur kishte një marrëdhënie më të mirë me Ramën se sa Kurti, dhe kjo u duk edhe në vizitën që bëri Rama, në takimin që bëri me Kurti nuk pati konferencë shtypi, Kurti nuk bëri konferencë shtypi me Ramën. Ndërsa në takimin që bëri me Vjosa Osmanin pati konferencë shtypi. Pra ishte është një ndarje e thellë ndërmjet Kurtit edhe Vjosa Osmanit. Por në këtë rast Osmani gjeti atë shkakun, themi, apo zbatoi ligjin, zbatoi kushtetutën, se kështu e thot kushtetuta, ndërsa këta nxorën atë artificin tjetër. Por kjo tregoj edhe nga një anë tjetër, tregoj edhe atë pjesën që ndikimin që ka Kurti edhe tek gjyqësori, edhe të gjykata kushtetuese, dhe nëse do merrte edhe presidentin Kurti, pastaj do bëhesh më autokrat se sa vetë Rama, siç e kemi ne këtu Ramën që i ka të gjitha në dorë, edhe Kurti do bëj njësoj, thoni ju. Do bëhesh njësoj do bëhesh. Kështu që për mua nga kjo pikpamje bjen më mirë që ndodhi në këtë lloj forme, por ata kanë harruar edhe një gjë tjetër, sepse një muaj që e shlyu gjykata kushtetuese, që e pezulloi, dhe pas një muaj gjykata kushtetuese do marrë një vendim apo do mblidhet në seancë, pastaj duhet periudha kohës se kur do të dali vendimi i zbardhur e më thash, në këtë rast se është thik me dy presa kjo, në këtë rast kemi edhe gjyqin e Hashim Thaqit në Hag, por nëse marrim të mirë qenë sikur gjyqi i Hagës do t'i nxjerrit pafajshëm të katërt liderët dhe ata kthehen në Kosovë si triumfator, të lirë, të pafajshëm. Çfarë ndodh me Kurtin? Pra, Kurti i leverdis që të bëhen zgjedhjet mas gjyqit. Pra ka një dilemë, se këta nuk i mendojnë gjërat politikisht dhe strategjikisht, që të shohin një strategji, të ndërtojnë një strategji. Por këta mendojnë atë momentin, të kalojmë atë momentin, bëjmë atë pazaret që çfarë do bëjmë, edhe kështu kanë hetë. Prandaj thash, edhe ata shqiptarja nuk ndryshojnë shumë. Megjithse, thash e gjithë referenca tashmë të paktën nga Amerika është te Kosova dhe nuk është te Shqipëria, pavarësisht nga kjo ata prapë tregojnë veten që nuk janë politikan, nuk dinë të zgjidhin problemet. E kishin mundësinë të ardhë në dorë, mos harroni se mas kësaj çfarë ndodhi, edhe ajo KOS anulloi vizitën. Një tjetër që merr Kosova përsa i përket Bashkimit Evropian, të paktën minimalisht deri në këtë moment përsa i përket Bashkimit Evropian, sepse nuk di se çfarë pozicione do marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës përsa i përket këtij llumi apo këtij katrahuri që ndërtuan vetëm me durët e tyre politika në Kosovë. Ne kuptoj. Dhe për ta përmbyllur intervistën, të kthehemi edhe një herë në Shqipëri, kërkoj nga ju një parashikim. Nesër është protesta opozitës. Mendoni se do të ketë një të interar apo do bëjnë diçka më të madhe? Protesta opozitës është thirrje nga opozita për në parlament. Pra do jetë e gjithë e fokusuar në parlament, por nuk do ketë ndonjë ndikim përsa i përket votimit që kanë marrë apo vendimin që ka marrë Partia Socialiste, për nuk besoj se këta deputet do jenë kaq të pjekur politikisht për të vepruar në të mirë të kombit apo në të mirë të popullit edhe në favor të drejtësisë. Këta nuk duan drejtësi, këta kërkojnë amulli, këta kërkojnë mbrojtje, jo më kot pa ta bërë një shkrim dje, ku thash siguria juridike në Shqipëri është kthyer në siguri politike. Pra, nuk ka vlerë më siguria juridike në Shqipëri përsa kohë politikën e ke në krah, apo politika e ke kundra. Këtu vendos politika dhe vendos ai minuku korridorëve që quhet Edvin Rama, askush tjetër nuk vendos përsa i përket fateve të Shqipërisë. Kjo është një tragjikomedi, të themi, sepse sa tragjika që dhe komike, që një njeri gjitha, por me sa duket kemi ardhur në këtë lloj pike, pra kemi herë fundin ndoshta që të fillojmë edhe të ngrihemi. Zoti Fatmir, ju falenderoj shumë për intervistën.
Faleminderit edhe juve. Të nderuar miq të Agora News, ishim me analistin Fatmir Merkoçin, ku folëm për situatën politike të Shqipërisë dhe atë të Kosovës. Nëse kërkoni më shumë përmbajtje dhe video të tjera, bëni subscribe në kanalin e YouTube-it të Agora News dhe bashkë me mua mirupafshim.